natë, thot pejgamberi Allahut, me një hadith kur e pyetën pejgamberin Allahut, si cila vepra më e dashur te Allahu, tha ta besojsh Allahun dhe pejgamberin Allahut. Than pastaj ja Rasulullah, tha xhihadi në rrugën e Allahut, as sakrifica në rrugën e Allahut. Than ja Rasulullah, pastaj cila, tha haxhi pranuar, haxhi pranuar. Allahu azza wa jall i begatov të gjithë ata të cilët e vizitojnë këtë vend me haxh të pranuar. Mirë po dietar vëllezër të ndershëm, kanë kurzuar që të jetë haxhi pranuar, duhet pat qetër ti përmbush këto kushte. Kushti i parë, që pasurinë me të cilën shkon atje ta ketë halal, mos ta ketë nga harami, nga se ka me një transmetim që haxhiu kur ndriset në këtë rrugë dhe thot lebeik Allahumma lebeik, mirë po pasurinë e tij e ka haram. Allahu azza wa jall thot la lebeik wala sa'deik, unë nuk të përgjigjem ti, as nuk je i mirë se ardhur. Nëse pasurinë e tij e ka halal, atëherë Allahu azza wa jall i përgjigjet atij dhe thot lebeik wa sa'deik, je mirë se ardhur, mirë se na vjen dhe ne të përgjigjemi për çdo hap që të kafshë e tij. Thot pejgamberi Allahu, ka si ka një sevap i shkruan dhe i shlihen gabimet. Pra vëllezër të ndershëm, kja kushti i parë, kushti i dytë për të qenë haxhi pranuar, që të shkojsh në haxh vetëm për ta kënaqur Allahun azza wa jall. Kjo ishte duaja dhe pejgamberit Allahut, i cili thonte o Zoti i madh, na begato me haxh, nuk ka si e vajtësi në ta, nuk kërkojmë fam prej saj, nuk kërkojmë që dikush që të na japë një titull që i kam qenë haxh, mirë po, shkojmë që t'i përgjigjemi Allahu azza wa jall që t'i kënaqur. Kushti i tretë, që të bëjnë vepra të mira. E pyetën pejgamberin Allahu se çka do të thonë haxhi mirë, haxhi pranuar. Tha pejgamberi Allahu, ti ushqesh të qerat, pra ti i ushqim atyre, ti jep selam të gjithë dhe të folsh fjalë të buta. Gjithashtu mos të bëjsh mëkate, nga se thot pejgamberi Allahut, ai që e krin haxhin, mirë po nuk fjalë të dyta, nuk ofendon, nuk shan në haxh. A ka mundësi që haxhiu të shan? Vëllezër të ndershëm, për fat të keq, organizatorët e haxhit nuk i hekat pigoje, ofendimi dhe sharja, nuk i hekat pigoje cigarja. Para fat të keq janë organizatorët më të këqinj si për faqen e tokës, që kanë marrë për sipër që ta organizojnë ibadetin më të çmuar tek Allahu azza wa jall. Për këtë arsye në kohët më të vjetra ne jemi dëshmitar që shkojnë haxhiler, ka prej atinve që ka shku në haxh dhe qaba nuk e ka pa, për çka kësë organizatorëve të këshin vëllezër të ndershëm. Për ata ke kujdes me kanë peshoqëron, me kanë pekrin haxhin. Gjithashtu kushti 5% haxhi pranuar, duhet të jetë haxhi sipas modelit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi Allahut u sjell ke gjalltas dhe majtas duke kri haxhin dhe thonte khudhu anni manasikekum, merrni rregullit e haxhit prej meje, siç na ka mësuar të bëjmë namaz në formën e pejgamberit Allahut. Dhe haxhi pranuar, nuk pranohet haxhi nëse nuk krijet modelin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra vëllezër të ndershëm, mjerisht tham se ku janë haxhiler të Ballkanit, të cilët as nuk rezervojnë shatora në Mina dhe na dalin nëpër media, i gënjejnë publikisht umetin, e gënjejnë dhe i thojnë se në Mina kemi rezervuan shatore, a faktikisht për ta kursejen qatë çmim vëllezër të ndershëm, dhe për t'i fut këto dinon xhepat e tyre, mendojnë se ne nuk i kuptojmë këto çështje, i lën njerëzit pa ndal në Mina, qëndrimi në Mina vëllezër të ndershëm. Pejgamberi Allahut e ka bën obligim për ata mos qëndro në hotel, se nuk i shku ti atje për komoditim, ke shku që të adhuroj Zotin tënd. Ku qëndroi pejgamberi Allahut, qëndro dhe ti, nëse don që haxhi jot të jetë i pranuar. A din çfarë do me thonë, ti mu kthien me haxh të pranuar. Thot pejgamberi Allahut, ati që i pranohet haxhi, kthehen familjen e vet, pa
gjunohe si kur atë ditë që ka lindën. Dhe thot pejgamberi Allahut, nuk ka kundër vlerë për haxhin e pranuar pas xhennetin Allahut azza wa jall. Rruga më e shkurt për ta fituar xhennetin Allahut është krirja e haxhit modelin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.